Komuna e Ishpit nga Gjiri Lalzit. Unë ju përgëzoj për këtë iniciativë mjaft të rëndësishme për ndëgju zërin e qytetarit për administrimin territorial. Për mendimin tim, me që se kam qenë dhe drejtues në Komunën e Ishpit, reforma territoriale që u bë, për mendimin tim dhe shumë qytetarë mendojnë në Shqipëri, ishte një ndër reformat që s'duhet përmend, jo më ta gjykosh. Pse e them unë? Se shofun tani Ishpin me reformën e re, me ishë reformën. Kur ne në ishëm, kishim drejtimin, qytetari problemin e zgjidhte me një herë. Vinte në komunë, kishte kryetar, kishte këshill komune, fshati kishte kryeplak qusha, ishte një tem gabim, duhet qush kryetari fshatit me kryesinë e fshatit, edhe çdo gjë shkonte zinxhir. Çfarë shikojmë sot? Po të vishë sot nishëm, jemi me bashkinë e Durrësit. Emri i madh bashkia e Durrësit do kot. Durrësi ka 600.000 problemet e veta si shtatëria poshtë, edhe mendoni ju se do ketë njëri nga Durrësit mendoj për Ishpin 40 km larg nga këtu? Për 8 vjet që pushteti ka në Durrës. Shikojnë nishëm, Ishpi totalisht i braktisur. Shkollat i ndërtoi tërmeti do kot ishte u bë. Rrugët, as i metër asfalt në Komunën e Ishpit, në këtë periudhë. Tjetra, administrimi territorit, ne jemi tani komunë turistike. Atje, po të vishë Gjiri Lalzit, gjatë verës numëron 100.000 pushues. Është bo ajo, bukur është bo pjesa turistike. Por, kalon nga pjesa milion që erëshe e turizmit, hajde futu fshati Shëmpia dhe që Buzdetit. Plera, plasmas, ujë të zezën kanalin det, ferra, e qatë shohësh, pa administrim fare, ku do ankohesh? Kryetar fshati s'ka, kryetar komune është i administrator. Që është administratori? Ja, unë ja garantoj se kanë fakte. Administratori i Ishpit, po të vjen Durrës, po të ditë këtë dera kryetarës bashkisë, kishte frikë të hyjë të mbrenda. Po të ngritë janë kje, sepse mund të thotë nesër, mund të thotë kryetare X, se si e më, sepse vjet tjetër, sepse kështu luhet planet. Pra s'ka as i fuqie, është kot. Duke qenë kotaj, në ishëm, invazioni i gjithëndshëm mbi territor ka përmosë të jashtëzakonshme. Kush e pret? Vin njerëz nga gjithë Shqipëria. Pyje, toka, dete. Tash vorrëni ata e përmbledhën. Tash hajde hyn det në Gjiri Lalzit dhe territorisht. Të gjithë territorisht ka 30 km det. Asnjë shmak nuk hyn dot pa lek. Si, ku du ish? Çdo gjë është bo me lek. Ka kanë ardhur këto invazorë. Ta nga Tirana, nga gjithë Shqipëria. Kush i pret? Kryetar fshati s'ka, kryetar komunit s'ka. Atëhere, pra ne mendoj, do kot reforma territoriale duhet bë. Duhet bëhet studiuar. Pse? Sepse kishte edhe komuna me 300 vet. Po një komunë si Ishpi me 12.000 banor, me sipërfaqe 10.000 km2, me territor të jashtëzakonshëm, edhe ta bie shërbimin Durrës, dhe menaxhimin Durrës ishte skandaloze. Ishte thashë zonë turistike, ka dy kala, ka atje. E përmbyllim ju lutem. Jo, ishte këtë dy them. Kur ne ishim në drejtim, shkuam bënë një bilegzim në komunën Ankonas. Dhe na çuan në Numana 2.000 banor kishte komuna atje. Ishte madhështore. Verës kishte 200.000 banor, sepse ishte plazh. Edhe menaxhosh nga i 2.000 që ishte aty. Sot Ishpi me 12.000 banor nuk menaxhon dot vetën. Pyet, detet, tokat, po i morin tjerë, është paksu Ishpi dhe që Ju falenderit. Ju falenderoj, merrni parasysh komunat të rëndësishme duhet administrohen nga njerëzit atje, nga vlerat e vetë zonës dhe jo nga nuk me emër. Ju falenderit. Ju falenderoj dhe unë juve. Ju falenderit.